Dhe kur vjen problemi pastaj, ti thua që jam i ngarkuar shumë. Si e i ngarkuar fare, sepse nëse bë profesional edhe esencën jep në vendimin gjyqësor, i cili për 15 rreshta vendim nuk ka pse të bëhet 100 faqe, atëre ti do evadosh shumë më shumë çështje, s'do ta mbi ngarkosh veten dhe do japësh drejtësi. Fillojeni që këtu këtë punë, nuk e filloni që këtu, por mbani fjalime kot edhe përjedhoj, pastaja do ta bëni stokun shumë herë më të madh, sikurse nuk po gjeni rrugën si do mbushni gjykatën e lartë, si do mbushni gjykatat e apelit, si do mbushni gjykatat e rretheve, të tëra seksionet administrative, penale dhe civile, me gjyqtar. Me shkollën e magjistraturës, një vrim në ujë keni bërë dhe do bëni. Prandaj hapini rrugën rekrutimeve me ligj, me kushtetut, hapini rrugën rekrutimit të juristëve të shquar që ka plot ky vend, po që janë edhe jashtë, edhe vend punojnë dhe kamarierë, se nuk u hapin vendin këtu neve, edhe të vinë të bëhen gjyqtar dhe prokuror, edhe të shtohet numri i tyre, me qëllim që drejtësinë të paktën ta çojmë atje në atë nivel ku duam të vemi dhe vetë. Nuk vemi kur në kur s'dot në Bashkimin Evropian me një sistem gjyqësor të tillë